pjesa e lyerjes është një lloj rebelimi, pra nuk e pranojnë një realitet dhe duan që të arrisin atë çka duan ata. Pra, një rini të përshtatur duke i lyer flokët, por nuk mendoj se është patjetër e domosdoshme, më pëlqejnë shumë femrat e kuruara, jam pro, duke qenë se jam dhe në këtë lloj tregu të trajtimit të imazhit të flokëve, nuk mund të jem kundra. Më pëlqejnë femrat e kuruara, pa diskutim, po janë tipologjisht femrash të cilat kjo lloj thinje i shkon, jo kujdo i shkon, jo kujdo i përshtatet. Ka të bëj me tipologjinë e flokut, ka të bëj me natyrën e personit, me çka ai përshtatet me këtë lloj thinje që i vjen, me këtë lloj ndryshimi që ka të vetja dhe mënyra se si e pranon. Në qoftë se ti e pranon mirë, e pranon bukur, përshtatesh bukur. Në qoftë se ti ke një lloj të ndjesie jo të mirë me veten, sigurisht që asnjëherë nuk do kesh një përputhje me flokët e bardhë, nuk do kesh paqe, nuk do jesh mirë, do kesh gjithmonë atë pjesën. Unë jam ndërsa individ që nuk e pranoj dot thinjen. Unë ka dalë thinja diku 28 vjeç, ta kem parë fijet e para. Nuk kam shumë, t'jem e sinqert, janë shumë pak fije të cilat i dalloj unë kur shoh me imtisi. Ato persona të cilët ka filluar shpejt herët thinja, po t'i shikojmë, ruajnë një ngjyrë natyrale të flokut, mundohen të ruajnë ngjyrën natyrale të tyre, nuk ndryshojnë shumë ngjyrën, sepse ku qëndron ajo që pse duan të jenë tek ajo pjesa që jam unë, dhe thjesht të mbulojnë thinjen pa bërë ndryshime drastike. Personat të cilët nuk i kanë thinjat, gjithmonë i shikojnë me flokë të lyer, me ngjyrat forta, sepse nuk e kanë domosdoshmëria të pjesën, e kanë thjesht rebelim, ndërsa ato thinjat kur filloni lyen, pastaj të bëhet domosdoshmëri dhe mundohesh të rrish tek ajo që çka ti nuk e ke. Të ajo natyralja jotja që ti e ndjen që po të prishet dal nga dal, po ti ngacmojnë ato thinjat, po ta prekin natyralitetin tënd. Po, të ndërhyn, po themi, në atë vizionin që ti ke për veten dhe në jo thjesht çështje kujdesi, se nuk mendoj se të ruajturit thinjat është pa kujdesi absolutisht, është zgjedhje. Është zgjedhje. Tjetër gjë kur ti lë pak kohë pa lyer dhe kujtohesh pak më vonë, kjo është pjesë e pa kujdesisë në thonjza gjithmonë. Po për shembull, personalisht, thinja nuk e pranoj dot. Të ka persona që nuk i del bukur thinja. Është një qëndrim që dhe more, më mirë të ri, a ka mundësi të ruaj një pamje sa më të freskët, sa më gjatë jetën? Jo të gjithë thinjen njësoj, dhe jo vetëm që të ruash thinjen nuk është pa kujdesi, madje unë do të thosha e kundërta, që të thinjesh bukur dhe që të ruash një flok të bukur dhe të shëndetshëm që të duket shumë mirë i ushqyer edhe i thinjur, duhet shumë kujdes. Kërkon një mirëmbajtje ndryshe? Po, ndonjëherë unë mendoj që njerëzit në momentin që fillon dhe shfaqet thinja, thjesht ndjekin atë rutinën e tyre nga frika për të ndryshuar ndoshta dhe rutinën e kujdesjes. Sepse, ashtu siç edhe Genta tha, është investim, do kohë, është ajo faza e tranzicionit, gjatë të cilit ti do të duhet të kesh shumë kujdes për lukun tënd, sepse ne vërtet po themi që njeriu të thinjet dhe të plaket natyrshëm është shumë e bukur, por vetëm ata e dinë se çfarë kujdesi i kushtojnë asaj krehjes në mëngjes, asaj ti nuk mund të jesh më i shkujdesur. Ndoshta një flok i lyer, pas një thinj, ti mund ta kapësh edhe të dalësh, një flok me thinj të duhet një përkushtim e ndryshe. Edhe grimi do të thonë të njerëzit të përshtatësh. Që ti të mos biesh në atë fazën e thinjes nga mosha. Mos të dukesh e shregut, mos dukesh e plakur, po të dukesh e trajtuar. Po, mund ta shtysh a mund ta shtysh në kohë? Dalin e thinjave, kanë dhe një lloj mënyre ushqimore, mbase vitaminoze, nuk e di. Eksperiencën time jetësore, mendoj që njerëzit që janë thinjur herët kanë një inteligjencë emocionale shumë të lartë, janë mendimtarë shumë të thellë dhe janë njerëz shumë inteligjent.